Unë quhem Liria. Kam lindur në vitin 1972 në një fshat të vogël në Kosovën lindore, pranë Gjilanit. Jam rritur mes maleve, livadheve dhe traditës. Ima të ishte mësues, ndërsa nëna ime merrej me shtëpinë dhe rritjen e 4 fëmijëve. Unë isha më e madhja. Në atë kohë, asgjë nuk dukej se do të ndryshonte në jetën tonë. Më kujtohet si sot aroma e bukës së ngrohtë në mëngjes, zëri i babait që këndonte këngë qytetare, dhe e qeshura e motrave që ndjeknin njëra tjetrën në obor, por jeta, e tillë siç është, nuk të pyet. Viti 1998 solli diçka që se kishim parë kurrë më parë, ushtar serb që patrullonin rrugët tona, krisma natën dhe zëra që u lërinin për ndihmë. Fillimisht menduam se do të kalonte. Kishim parë edhe më parë tensione, protesta, por kjo herë ishte ndryshe. Shumë ndryshe. Më 3 maj të vitit 1999, shtëpia jonë u sulmua. Ishim në darkë, me qirinj sepse energjia ishte ndërprerë prej javësh. Trokitje të fuqishme në derë, britma dhe dritare që thyeshin. Atë natë nuk munda ta harroj kurrë. Në shtëpinë tonë hyn 4 burra me uniforma të errëta dhe armë automatike. Nuk i njihja, por flisnin serbisht me theks të rëndë. Nënën time e goditën në fytyrë kur ajo u përpoq të thoshte diçka. Vëllain tim 14 vjeçar e shtyn në mur dhe ja drejtuan armën në kokë. Unë u ngriva. Kisha ndjesinë se trupi më ishte bërë i huaj. Si të mos ishte më imi, njëri prej tyre më tërhoqi nga krahu. Më çoi në dhomën tjetër, ndërsa 2 të tjerët i mbajtën prindërit dhe vëllain në kuzhinë. Dëgjoja britmat e nënës, zërin e ngjirur të babait që lutej, dhe pastaj dëgjova vetveten duke bërtitur, duke u thyer, duke u coptuar nga një forcë e errët që nuk ishte më njerëzore. Ai më përdhunoi. Pastaj erdhi një tjetër. Trupi im nuk më përkiste më. Nuk di të them sa kohë zgjati. Çdo sekond ishte një epokë më vete. Në fund më lanë ashtu, të shtrirë, me fytyrë nga 2 shemeja, pa mundur të lëvizja, kur më gjetën, prindërit nuk flisnin. Vëllai im më pa në heshtje, me sy të zgurdulluar. Ai nuk foli për muaj të tërë pas asaj nate. Nëna më mbuloi me batanie dhe më lau me ujë të ftohtë. Më puthi në ballë dhe më tha, ti nuk ke faj, bija ime. Ata janë bishat, jo ti. Por unë nuk besoja më në asgjë. Nuk besoja në Zot, në njerëz, në trupin tim, as në veten time. Pas disa ditësh, na detyruan të largohemi nga shtëpia. Fshati u doq. Ecëm me 10 familje nëpër male për të shpëtuar. Në çdo hap dëgjoje histori të ngjashme, vajza të reja që ishin dhunuar, burra të vrarë para syve të familjes, fëmijë që nuk flisnin më. Arritëm në kufi, në një kamp refugjatësh në Maqedoni. Aty, mjekët më panë, më dhanë disa ilaçe. Dhe më pyetën nëse doja të flisja me një psikolog. Thash jo. Nuk kisha fjalë. Nuk kisha zë. Kam jetuar në atë heshtje për më shumë se 10 vjet. Pas luftës u kthyem në Kosovë. Shtëpia jonë nuk ekzistonte më. Tokat ishin djegur, kujtimet ishin zhdukur. Por ishim gjallë. Më pas shumë vitesh, u përpoqja të rikthehesha në jetë. Fillova të shkruaj në një ditar. Të shkruaja gjithçka që nuk mund ta thosha. Aty fillova të gjej një grimc çlirimi. Një ditë, pas një dekade të mbushur me heshtje dhe frikë, mora guximin dhe ju bashkova një grupi grave që kishin kaluar të njëjtën gjë si unë. Na quajtën gratë e mbijetuara. Nuk më pëlqente fjala viktim. Nuk isha më viktim. Isha dëshmitare. Dhe një ditë vendosa të flas publikisht. Në një konferencë në Prishtinë, dola në skenë me duart që më dridheshin dhe thash, unë jam Liria. Më përdhunuan. Por unë jam ende këtu. Dhe do të flas për të gjitha ato që nuk mundën. Në sallë ra heshtje. Disa qanin. Disa mbanin duart mbi gojë. Por më shumë se gjithçka tjetër, pash një dritë në sytë dhe shumë grave të tjera që ishin aty.
Një dritë që thoshte, nuk je vetëm. Dhe nga ai moment e tutje, jeta ime ndryshoi. Nuk u bë më e lehtë. Dhimbja nuk iku, por filloi të marrë një formë tjetër. Fillova të punoj me organizata për të ndihmuar gratë që kishin përjetuar dhunë gjatë luftës. Treguam historitë tona. I shkruam. Disa i botuam. Dhe, mbi të gjitha, kërkuam drejtësi, nuk dua që askush të më shohë me mëshirë. Dua të më shohin si dëshmi të së vërtetës. Sepse, edhe pse dhuna më shkatëroi një pjesë të shpirtit, nuk mundi të më shkatëroi plotësisht. E ruajta krenarin. E ruajta të vërtetën. Dhe kjo më bëri më të fortë se kur, sot jetoj në Prishtinë. Kam një djalë të vogël, që është drita e syve të mi. Ai nuk e di ende çfarë më ka ndodhur, por një ditë do t'i tregoj. Sepse dua të rritet me të vërtetën. Të kuptoj se jeta nuk është gjithmonë e drejtë, por guximi për ta përballuar është dhurata më e madhe që mund t'i japësh vetes. Më pyesin shpesh si mund të kem falur. Por unë nuk kam falur. Nuk është fjala për falje. Është fjala për të mos jetuar me urrejtje. Sepse urrejtja të ha nga brenda. Dhe unë kam jetuar mjaftueshëm në errësirë, më e dhimbshmja është se shumë nga përdhunuesit tanë janë ende të lirë. Ata ecin, ndoshta qeshin, ndoshta shohin televizor me fëmijët e tyre. Por unë e di se drejtësia nuk është gjithmonë e shpejtë. Dhe ndoshta as nuk do të vijë kurrë siç duhet. Por do të ketë një ditë kur historia do të shkruhet dhe zërat tanë do të dëgjohen. Ky rrëfim nuk është vetëm për mua. Është për mira gra shqiptare që u përdhunuan gjatë luftës dhe nuk patën asnjëherë mundësinë të flasin. Është për ato që e morën me vete në varr dhimbjen. Është për ato që ende jetojnë në heshtje. Unë flas për to, unë jam zëri i tyre dhe nuk do të hesht më.